Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Teksa opozita vijon bojkotin e kuvendit deri në plotësimin e kërkesave të protestuesve, sot në seancë plenare, deputeti Lëvizjes Bashk, Redi Muçi, ngriti çështjen e deklaratës së ministres serbe Snežana Paunović për spastrimin etnik të Kosovës. Muçi kërkoi që Shqipëria të shpallë non grata. Çfarë pret qeveria shqiptare dhe kryeministri i Shqipërisë për të reaguar ndaj deklaratës së ministres serbe Paunović se do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën nga shqiptarët? Kosova ndërkohë ka shpallur persona non grata zonjën. Nëse kryeministri i Shqipërisë nuk mban qëndrim ndaj një deklarate për spastrimin etnik të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive, atëherë për çfarë do mbaj qëndrim pra? Ky që zbuloi agjenturat e huaja dhe grupet armiqësore brenda protestës, si ka mundësi që nuk mban qëndrim për një deklaratë të ministres serbe për spastrimin etnik të shqiptarëve që jeton jashtë kufive tan pra? Deputeti Muçi ktheu përgjigjet Auland Balla, i cili tha se reagimi ishte i menjëhershëm në të gjitha nivelet e nevojshme. Kreu i grupit socialist u shpreh se qeveria nuk tallet me çështjet kombëtare. Ne nuk tallemi me çështjet kombëtare. Kemi ne karagjosi puna jot. Dhe qëndrimin e kemi mbajtur në nivelin e qeverisë, nga ministri i jashtëm. Kam nderin të jem kryetari i këtij grupi parlamentar dhe kam reaguar shumë përpara teje. Ti ishe në gjumë kur kam reaguar unë. Natyrshëm ky akt i dënueshëm është dënuar edhe nga autoritetet politike përfaqësuese me cilët ne komunikojmë. Komisionin Evropian, Edi Rama është i vetmi kryeministër në historinë e këtij vendi që nga 1912, i cili çështjen e Kosovës e ka ngritur mund mes Beograd dhe ka bërë me dije qartësisht edhe sfundmin Bruksel që Kosova është shtet i pavarur. Një përgjigje kishte edhe deputeti socialist Ardit Bido. Dëgjuam përfaqësuesit e një lëvizjeje që për mua është në kufit e antikombëtares të na fliste për Kosovën duke reaguar me orë të tëra vones. Kur vjen fjala për spastrimin etnik në Çamëri, që ky shtet e njeh si ditë genocidi ndaj shqiptarëve të Çamërisë, partizat e vogla mungua në këtë sallë të nderuar. Marrëveshje e re për Shqipërinë, deputetja socialiste Elisa Spiropali dorëzoi një mocion në asamble. Spiropali tha se dokumenti është i hapur dhe kërkon të adresojë kërkesat e problematikat e shqiptarëve përmes energjisë së Partisë Socialiste. Nuk është vetëm një dokument i imi, është i hapur për të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste. Kërkon një marrëdhënie më të drejtë midis shtetit dhe qytetarit. Kjo nuk është një përpjekje për fraksion, as për ndarje, as për përçarje. Kjo është një përpjekje për bashkim të gjithë energjive progresiste të Partisë Socialiste edhe të shoqërisë shqiptare. Ne duhet t'i përgjigjemi qytetarëve jo me arrogancë, po me përulësi, duke i dëgjuar dhe duke i kanalizuar në rrugë edhe institucionale kërkesat e tyre. Sot në kuvend ministri i bujqësisë Andi Salla mbrojti projektligjin e dëftesave tregtare në bujqësi, duke thënë se ky mekanizëm i jep siguri fermerit, por deputeti Erion Braçi ndërpreu fjalën dhe sqaroi se asnjë dëftesë nuk ka vlerë nëse grumbulluesit vazhdojnë t'u imponojnë fermerëve çmime ekstremisht të ulta. Ky projektligj është një përgjigje ndaj një nevoje konkrete që ka sektori bujqësor dhe që është evidentuar prej vitesh nga fermerët, bizneset, agroshqimor dhe institucionet financiare. Çmimi që do imponojnë bujkut është gjithmonë e më i ulët. Shpreha që përdoret sot nga këta, do ta lësh shalqinin me këtë çmim, me 5 lek, me 6 lek apo jo? Jo, po ik pirdhu, më falni për shprehen, ik pirdhu se nuk ta marr. Kjo është marrëdhënia tregtare sot atje në fusha. Asnjë dëftesë tregtare nuk do ta mbrojë bujkun nëse ne nuk rregullojmë tregun. Top Albania Radio. Gjykata e lartë ka vendosur të mos pranojë rekursin e paraqitur nga Belinda Balluku, duke lënë në fuqi masën e pezullimit nga ushtrimi i funksioneve. Me këtë vendim, gjykata e lartë nuk ndryshon vendimet e mparshme të gjykatave më të ulta, çka do të thotë se masa e pezullimit ndaj Ballukut mbetet në fuqi.
Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike zgjodhi ekipin e ri drejtues. Flamur Noka u rikonfirmua për një mandat të dytë si sekretar i përgjithshëm. Agron Gjekmarkaj dhe Gazmet Bardhi ruajtën postin e nënkryetarit. 5 e nënkryetarëve të Selisë Blu e plotsojnë Belind Këlliçi, Nikola Akedi dhe Erisa Bayaziti. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. 3 punojëse të filialit të postës shqiptare në Durrës ranë në prangat e policisë. Të dyshuara se përvetësuan 69 milion lekë të rinj të destinuara për shpërndarjen e pensioneve dhe ndihmave sociale në degët e Shijakut e Krujës. Të arrestuarat janë nga policia janë Elizabeta Mataj, drejtoreshe e filialit të postës shqiptare Durrës, si dhe Valbona Duni me detyrë shefe e financës në këtë filial, e Paula Dana, punonjëse e Arkës. Lajme nga rajoni. Ministria serbe Snežana Paunović ka tërhequr deklaratën e saj për spastrimin etnik të Kosovës, duke thënë se është nxjerrë jashtë kontekstit. Ajo i kërkoi falje presidentit Aleksandar Vučić dhe qeverisë serbe, duke theksuar se deklarata nuk përfaqëson qëndrimin zyrtar të institucioneve. Fjalët e saj kishin shkaktuar reagime në Kosovë dhe Shqipëri. 53 deputet të opozitës në Serbi kanë kërkuar kryeministrit Gjuro Maçut shkarkimin e ministres Snežana Paunović dhe pas deklaratës së saj për Kosovën. Nisma nuk siguroi 60 firmat e nevojshme për procedurë parlamentare, por u mbështet edhe nga deputeti shqiptar Shaib Kamberi, i cili kërkoi që kryeministri të marrë përgjegjësi për këtë çështje. Lajme nga bota. Ushtria amerikane vjon sulme ndaj Iranit në një operacion që sipas Pentagonit synon të dobësojë aftësinë e Teheranit për të kërcënuar anijet që kalojnë në ngushticën e Hormuzit. Gjatë natës janë raportuar shpërthime në disa zona të Iranit. Sipas burimeve të CNN-it, presidenti Trump po shqyrton mundësinë e zgjerimit të operacionit ushtarak në mesin e opsioneve që diskutohen, një operacion për marrjen e ishullit Karg, qendra kryesore e eksporteve iraniane të naftës si dhe bombardimi i komplekseve nëntoksore në malin PKK, që besohet se lidhen me programin bërthamor të Iranit. Në frontin diplomatik, Teherani ka deklaruar se do të përgjigjet me vendosmëri sulmeve amerikane dhe se aktualisht nuk ka në plan të zhvillojë negociata. Por krye negociatori iranian la të hapur mundësinë e dialogut diplomatik, ndërsa zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance është shprehur se konflikti nuk mund të zgjidhet vetëm me mjete ushtarake. Sport. Vllaznia e mbylli shumë shpejt me Europën, Egnatia kaloi në turin e dytë kualifikues të Conference Ligës pas fitores së thellë që arriti dje, ndërsa sot është radha e Dinamos dhe Elbasanit të tregojnë forcën në kompeticionet europiane. Të dy luajnë jashtë fushe, 2 transferta shumë të largëta. Dinamo zbret e parë në fushë për të përballur me Astanën në Kazakistan. Kundërshtari ka eksperiencë të madhe në Europë dhe ka fituar ndeshjen e parë 1-0. Transfert lindore edhe për Elbasanin, që sot me Bate Borisovin luan në fushë asnjëse në Azerbajxhan. Parashikimi i motit. Sot vendi ynë vjen tjetër në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme e të nxehta, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Në Bregdetin jugor era forcohet her pas here, temperaturat variojnë nga 19 në 39 gradë Celsius. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ersilda Doko. Unë jam Ervin Nikola. Kjo është Top Albania Radio.